mund të ketë asnjëherë një kujtesë të unifikuar kolektiva. Vetë nocioni i popullit është një nocion absurd, le të themi, në këndvështrim shkencor, sepse mua më imponon idenë që është gjithçka e bashkuar. Një bashkësi e caktuar është një bashkësi shumësie. Pra, njerëzish të cilët janë nga shtresa të ndryshme, pikpamje të ndryshme, formime të ndryshme etj. Në qoftë se të gjithë këta do të kishin një version të tyre të asaj që kujtojnë, është goxha e vështirë do të thosha, në mos absurde, atëherë do të kishte shumë, le të themi, arsye për ta dyshuar këtë version të përbashkët, të bashkëndar. Atë që bën Javier Cercas tek romani i tij non-fiction, është pikërisht të vërë në dyshim faktin se sa e mundshme është një kujtesë e përbashkët. Një kujtesë e përbashkët e cila i bie të jetë numri të gjithë këtyre kujtesave individuale, të cilat ku të sajuara, ku të pasajuara, formojnë një shumësi të përbashkuar të diçkaje inekzistente. Në rastin më të keq të diçkaje krejt artefakt, siç thash më përpara.